publikisht të shprejnë këtë lloj entuziazmi, të lloj fryme, sepse i frikohen se çfarë do ndodhen në nesër. Mirë, po privatisht na e thonë që jeni shumë, jemi freski e madhe në këto garë, ju pëlqen shumë që kemi një kampanjë pozitive, ma tepër merremi me çfarë do bëjmë nesër, saqë merremi me kundër kandidatët, edhe kjo ato i bën që të krijojë një simpatie dhe një dashurie për ne. Thashë edhe një herë, vështirësia më e madhe është që ne kemi këto turmat e mëdha, sepse njerëzit nuk fuqizohen për ta bërë këtë hapin e madh e kësaj lloji mendësie kritike, sepse afër 70% janë të punësuar në administratë publike. Kur them administratë publike, mendoj edhe ministritë, edhe komuna, bashkia, i punëson ata dhe pastaj ato akmerren, që nëse do ishin me një kandidat të pavarur. Tani të dyja bulloqet e kanë këtë fuqinë e madhe që mund t'i mbrojnë anëtarët e vet. Unë jam i pavarur, nuk mund t'i mbroj, unë thjesht mund t'u jap një lloj emocioni, një lloj ideje, një lloj vizioni se çfarë do bëjmë me festivalin në 4 vjeçarin e ardhshëm. Kam përshtypjen që kjo nuk ndodh vetëm aty në Maqedoninë të Veriut, por ndodh edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Ndoshta është problem ballkanik kjo puna e frikës ndaj heqjes nga puna, po ta themi kështu. Fatkeqësisht, nuk do duhet të ishte kështu. Po një popull i cili ka 2/3 e popullsisë me $2 në ditë, ose që e ka pagën mesatare €400, nuk ke se si e gjykon për vendimin që ato marrin jashtë rrugës, a? Unë i mirë kuptoj, edhe pse do kisha patur dëshirë që të kemi më tepër njerëz të cilët fuqizohen, sepse kjo do kishte dhënë një shtytje më të madhe opinionit publik që të shikojnë që ka edhe njerëz, por edhe njerëz mua më intereson shpirti atyre njerëzve, sa që më intereson pamja fizike dhe dajra për fotografi. Qartë. Mirë, nëse do të kalojmë pak te disa probleme, po them, të komunës së Gostivarit, i trajtojmë pak bashkë. Unë jam përpjekur të informoj, megjithatë ju jeni brenda situatës dhe mund të më korrigjoni mua. Pra e kam luksin që unë të jem gabim dhe ju të më korrigjoni. Gostivari, komuna, ka borxhe, nëse s'gaboj, mbi 25 milionë euro dhe është renditur në fund të indeksit të transparencës. Dhe kjo është për çështje që i prekin të gjithë qytetarët e komunës aty. Si do ta trajtoni ju këtë çështje? Tani, borxhi publik duhet të merret seriozisht, sepse i bie që diku çdo qytetar i Gostivarit ka diku afër 700 deri 800 euro per capita ose për kokë banori borxh të cilin e ka akumuluar partitë politike. Si do merrem me borxhin, do bëjmë një lloj plani afatgjatë, se s'mund të jetë afatshkurt patjetër për një periudhë 4 deri 6 vjeçare, se si mund ta rikthejmë borxhin, dhe mënyra e parë që do bëj ose vendimi i parë që do bëj është se do i heq të gjitha militantët partijak nga pagesa e komunës. Nuk e dini, por diku në Gostivari ka afër 500 njerëz të cilat marrin paga dhe nuk shkojnë punë, sepse ato duan sepse janë parti politike dhe i financojnë aktivistët dhe militantët partijak për fituar zgjedhjet parlamentare. Kjo do jetë një herë e para që do e bëjmë, që do lirojë diku afër 4 milionë euro në vit ose 16 milionë euro për një mandat, dhe pastaj do e fusim administratën publike në një lloj monitorimi ose vërtetimi të performancës të tyre, sepse Arben Taravari e ka marrë komunën me 135 punësuar, edhe do të përfundojmë mandatin e vetë partia e tij politike me 300 punësuar. Do të thënë diku për 2 fish më tepër të punësuar kemi nga koha 2017, në ndërkohë kemi 40.000 banor më pak. Do të thënë ka nevojë më pak për shërbime komunale, ndërkohë që administrata është mbi ngarkuar. Kjo do lirojë edhe 1-3 milion plotësues, që i bie diku për 7 milion vit, që i bie diku për 28 milion për një mandat 4 vjeçare, që do kthehet krejt në projekte, në mirëqenie, në zhvillim komunal të komunës Gostivarit. E para. E dyta, unë vin nga shoqëria civile, vin nga puna me USAID, me Bankën Botërore, dhe kam linqe ose kam koneksion ndaja me donatorët të cilat duan të japin para për zhvillimin komunal, por kanë frikën se ato para keq përdoren nga partitë politike ose edhe nga administrata aktuale, edhe unë do garantoj nga pavarësia ime të garantoj dhe rrjedhimi im me ata që ato para do futen dhe do shfrytëzohen siç është në planin e tyre të investimeve për Maqedoninë Perëndimore. Dhe e treta, siç është zhvilluar këtë bota, ashtu do zhvillohemi edhe ne me partneritet publiko-privat. Do të japim një koncesion ndonjë resursi natyror ose resursi komunal të komunës, ndërkohë që me paratë private do investohet në atë lloj. Për shembull, mund të marrim beturinat. Beturinat mund të jenë një lloj
atraksioni kryesor për një kompani e cila ka know-how, ka para, ka mjete për të bërë më të mirën e mundshme, ndërkohë që ne do të japim një koncesion për një periudhë 57 vjet, që me qëllim që të bëj seleksionimin, grumbullimin edhe përdorimin e mbeturinave për produkte ose për lëndë parë në sektorin privat dhe shiqjen e këtyre mbeturinave në sektorit privat me qëllim që të përmirësimit të likuiditetit dhe pasqyrës financiare të ndërmarrjes publike që merret me këtë punë, a është në borxhe të ndaja. Qartë. Një tjetër problem që do doja të diskutonim bashkë dhe që mua personalisht më ka bërë përshtypje kur e mora vesh, është që numri i këshilltarëve komunal në Gostivar është ulur nga 31 në 23, mos gaboj më korrigjoni, gjë që e forcon dominimin e partive të mëdha në këshill dhe ju a bën juve më të vështirë, kam përshtypjen, nëse nuk jam gabim. Nëse ju fakt këtu gabim jeni sepse më pak këshilltar do ketë më pak kërkesa dhe më pak probleme individuale për zgjidhur, por ajo që është keq, është që nga këto 8 këshilltarë, shumica ose 6 që do humbasin do jenë shqiptar, me kombësi shqiptare, sepse ne kemi patur migracionin më të madh të popullsisë tonë edhe vendimi i gjykatës këtuese, domethënë e bëri që numri i këshilltarëve shqiptar të ulen në këshill. Por kjo ishte një vendim i qeverisë ka patur partitë politike të cilën e kanë detyruar një tri të imigrojnë nga vendi. Po, për ta sqaruar dhe që ta kem dhe unë më të qartë, ky ishte një vendim i qeverisë. Ka qenë një vendim i qeverisë, sepse në censusin e fundit ato i kanë ndarë popullatën rezidente dhe popullatën jo rezidente, edhe populata jo rezidente nuk mundet të votojnë për zgjedhjet lokale dhe kjo ka bërë që numri i banorëve nga 82.000 të bjen në 52.000, kështu që edhe numri i këshilltarëve që të përfaqësoj Këshilli Komunal i Jonit të vi nga 31 në 23. Qartë. Pyetja që unë do doja të kuptoja se si ju e keni menduar strategjikisht është kjo. Nëse ju arrini të fitoni, si do të bashkëveproni me Këshillin Komunal, ku qartazi është i ndarë mes dy koalicioneve të tjera të mëdha, po them, për të çuar përpara projektit. Shumë pyetje me vend është kjo. Shumë pyetje mikë është edhe këto do duhet, më thënë unë zakonisht keq përdorimet edhe koalicionet e partive politike kanë qenë kur kanë marrë tendera ose kur kanë marrë punësime partijake që unë do punësoj 7 pejtmive, ndërkohë që do të përkraj të punësojsh 10 për të tuve. Unë nuk kam as logo, as militant partijak, as ushtri për të punësuar. Unë e kam qytetarin. Edhe do t'i sfidoj shumë qytetarët partijak me projekte të cilat do t'i promovoj përpara qytetarëve, edhe nëse ato më bëjnë pengesa, atëherë do të them qytetarëve që ato nuk duan zhvillim, nuk duan progres. Nëse do duam ne që zgjidhim një kanalizim apo të bëjmë një aquapark apo të bëjmë një fushë futbolli, edhe këtë do t'ua them qytetarëve dhe për këtë më pengojnë vetëm për hasmëri politike, atë qytetarët do ta dinë këtë, dhe e dyta do fus konceptin e referendumit. Në Maqedoni kërkush nuk e ka futur deri tani referendumin, nëse 10% e popullatës vendosën diçka pozitive për një çështje, atëherë Këshilli Komunal e aprovon dhe duhet të adapton me patjetër, sepse është kërkesë dhe miratim i qytetarëve të Gostivarit. Domethënë unë sa që do has në probleme, do ta fus, do ta pyes qytetarin se çfarë mendojnë ata për këto lloj vendime që kemi marrë bashkë. Na fagjat, patjetër që nuk dua të kem luftë me Këshillin Komunal apo me partitë politike, por do mundohem që unë të jem proaktiv, të sfidoj ato me projekte dhe ato pastaj ta ndjeki rrugën time, sepse kjo është rruga e vetme, rruga e progresit, sepse do na ikin njerëzit edhe s'do kemi më kujt i trajtohemi pas 4-5 viteve, se s'ka njerëz. Qartë. Sa i takon demografisë, Gostivari është një komunë patjetër me shumicë shqiptare, megjithatë aty ka edhe pakica etnike, kam përshtypjen turq. Nuk e di se çfarë pakicësh të tjera ka vlev, janë gjithë të përfaqësuar nga pak. Në raport me pakicat etnike, ju si jeni qasur dhe çfarë perceptimi keni marrë nga ta? Qytetari nuk ka as ngjyrë, as taj përkatësi, qytetari i ka nevojat bazë. Si Maqedonas, si shqiptari kanë probleme me analizimin, me ujin e ishëm, me qendrën të atësak, me mbeturinë atë, dhe unë mundohem të zgjidh problemet pa marrë parasysh se cilës lagje apo se cilës përkatësi etnike i përkasin. Edhe e trajtoj qytetarin mbi të gjitha këto lloj parime emocionale dhe etnike që janë shumë të rëndësishme për partitë politike, por pak të rëndësishme për mua sepse unë vi për qytetin, jo për partinë. Nuk kam as agjendë të zhvilloj partitë politike, as nuk kam edhe agjendë nacionale, për mua rëndësishme është qyteti.
Në fakt, shumë interesante kjo që thatë ju tani, sepse kur kam folur, po them, me komentues të ndryshëm të politikës në Maqedoninë e Veriut, me figura të ndryshme përfaqësimi në nivele të ndryshme politike flas. Gjithmonë shqiptarë e kanë vënë theksin tek ndasia etnike në Maqedoninë e Veriut, e cila është pjesë edhe e zgjedhjeve të përgjithshme, patjetër edhe e zgjedhjeve komunale. Ndërkohë që ju vini me një platformë tjetër që nuk e potenconi, po them, ndasinë etnike. Dhe kjo më duket interesante. Tani nuk e di se sa shqiptarët nuk ka patriotizëm më të madh se sa të zgjidhësh një problem i cilin e ka qytetari. Nuk ka patriotizëm më të madh se sa të japësh një mundësi që një i ri nga Gostivari mos zgjedh imigracionin dhe mos e zgjedh rrugën e gurbetit. Nuk ka patriotizëm më të madh se sa të japësh një lloj perspektive që një i moshuar të ketë nipërit mbesat e vet afër vetes vete. Ne nuk mund të, unë nuk them që do bëjmë rekullin dhe do kthej ato që kanë ikur. Për të paktën këtyre të rive që kanë ngel këtu të jap një alternativë për Gostivarin dhe Gostivari të jetë në listën lart të vendimeve që merr një i ri për të vazhduar karrierën e vet në Gostivar. Kjo besoj që është përmbi gjithë llafet boshe patriotike që i kanë partitë politike por nuk realizojnë. Dhe e dyta, me thënë, patriotizmi, po shikojsh të me thënë komunat shqiptare Maqedoninë Perëndimore, ka për këtë kanë që flasin për shqiptari, flasin për stadium për flamur, në ndërkohë që nuk mund të gjesh një komunë model zhvillimor të cilën e ka pa problemet e mesjetës. Merri nga Likova deri në Struk, të gjitha komunat të cilat udhëhiqen nga shqiptar kanë probleme të mesjetës, kanë probleme me qendrën ndarsak, me kanalizime, me ujë, me borxh publik të madh, me imigracion të lartë. Tani dhe sa vite do flasim fjalë boshe ndaja, ndërkohë që ju e keni rrëzuar, e keni shkatruar një komunë atje ku do të tregoni patriotizëm. Patriotizmi më i madh është të jepni këtij populli mirëqenie, të jepni këtij populli vende pune, sektorin privat, ta rrisni sektorin privat, ta përmirësoni cilësinë e arsimit, dhe të krijoni një lloj shpresë tek njerëzit që edhe këtu jetohet. Qartë, pra ju nuk mendoni se, po themi, në vitin 2025, me këto probleme që kemi, ligjërimi etnik dhe patriotik sjell vota, ndoshta se partitë më dha mund ta përdorin këtë gjë, kam përshtypjen. Edhe e përdorin sigurisht. Mund të sjellin, po nuk sjellin zhvillim, sepse pastaj partitë politike kur i marrin votat e gryen me të madhe, sepse ato e mbushin tash njerëz sipas statistikave të mia 500 i ke në qerin të shtëpia, edhe 300 i ke kështu të punësuar, domethënë që janë shkojnë punë, por nuk kanë një vend specifik pune, të mund të bëjnë 1000 persona marrin rrogë për shkak të këtyre politikave mdhaja, por realisht vinë me kosto të madhe për qytetin. Unë dua që këto 7 milion që i thash më herët, që mbase edhe më tepër mund të jenë, por sigurisht 7 milion t'i kthej në produktivitet, në investim, në mirëqenie për Gostivarin. Pastaj kjo do rezultojë që të kemi edhe patriotizëm, të kemi edhe shqiptari, të kemi edhe flamur, të kemi edhe gjithçka që vinë më pas. Qartë, edhe për të ardhur avash edhe drejt fundit bisedës tonë, së pari mua më bëri përshtypje që për të kandiduar i pavarur në Maqedoninë të Veriut për kryetar komune mjafton vetëm 2 firma. Ka qenë ndryshe, edhe mendova se ishte shaka kjo. Po që është e vërtet në fakt. Nuk është shaka, ka qenë deri në fund, ka qenë që duhet të kesh 1% të trupit votuesve, pastaj u bë një mallakame e madhe dhe nuk u morën vesh qeveria me sistemin juridik të Maqedonisë, edhe në fund ngeli me 2 firma, por e kam shpallur kandidaturën time prej 9 korrik, kur këto gjëra as nuk i kam ditur që do jenë rregull. Mjaft interesante. Kjo më bëri përshtypje. E dyta, diçka që më bën përshtypje është, nuk e di, më gjerë në gjithë Maqedoninë e Veriut duket sikur këto zgjedhje lokale, komunale kanë marrë frymën e zgjedhjeve të përgjithshme, zgjedhjeve për parlament. Nuk e di nëse është krijuar një frymë e tillë apo është perceptimi i gabuar kjo. Dhe në këtë kontekst si është sheh të ardhmen e Gostivarit në gjithë kontekstin e Maqedonisë së Veriut, të qeverive të Maqedonisë së Veriut, të partive të tjera të mëdha? Të vërtetë keni konstatimin dhe kjo bëhet për 2 arsye. Para është që partitë politike
e kanë prishur goxha reputacionin e vetë dhe nuk kanë as projekte, as plan, as ide se si mund të i rregullojnë komunat, edhe vetëm një gjë është ta divertojnë fokusin në diçka më të madhe se sa komuna. Dhe e dyta, ato mundohen që qytetin ta nënshtrojnë dhe ta sundojnë që pastaj si trofe ta përdorin për shkëmbim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kjo është gjithçka, domethënë nënshtrimi dhe sundimi i tyre vjen për t'i treguar atij dikujt në Shkup atje që dëgjoj haj tani i detyruar të bësh zgjedhjet parakohshme. Thash edhe një herë, unë nuk i kam të lloj agjenda, unë vi me idenë që Gostivari duhet të jetë zhvillohet si çdo qytet tjetër urban i Europës, po mos them i Europës edhe Ballkanit. Imagjinoni, ne kemi qenë përpara të gjitha shteteve edhe në konceptin e integrimit evropian, edhe në zhvillimin ekonomik, në ndërkohë që tani kemi ngritur fundet me këtë parametra. Domethënë ne mund vetëm matrim me një Bosnjë Hercegovinë dhe kjo gjithë këto probleme vinë nga politika. Qartë, si do të jetë nesër Visar Ademi, kryetari i komunës Gostivarit, në raport me Shkupin, me Këshillin e Ministrave, me Parlamentin, me kryeministrin Mickoski? Do mundohem që mos varem nga Shkupi, sepse deri tani ka qenë kjo mospasja e ideve e ka bërë që të bashkëpunojnë me Shkupin sa që kërkohet lek, kërkohet para, ndërkohë që unë do mundohem që thash edhe një herë me partneritet publiko-privat ta fus sa më të për sektorin privat në zgjidhjen e problemeve komunale. E dyta është të merrem shumë me projekte ndërkombëtare, sepse atje është fuqia dhe forca ime për thithjen e këtyre fondeve që vijnë nga jashtë, a janë shumicë dhe goxha e madhe. Dhe e treta, imagjinoni kryetari i komunës Gostivarit para do ditësh tha që në Gostivar vetëm 43% të tatimeve lokale mblidhen. Tani, ose kjo është paaftësi e tij, ose kjo është mospasje kapacitete dhe dëshire për të mbledhur taksat komunale. Domethënë do mundohem edhe do rris presionin horizontal që çdo kush i cili nuk paguan taksat të paguajë me qëllim që të kthehet pastaj në shërbime për ato vetë. Nuk na duhet Shkupi, sepse unë tash edhe një herë, unë nuk kam ushtri për të punësuar, unë kam qytetar për shërbyer.